Cili ishte konkretisht misioni i policisë kufitare? Policisë kufitare, por edhe institucionit tuaj. Ajo kishte misionin e vet për ruajtje të kufirit, kishte postat e kufirit, kishte formacionet kufitare, ndërkohë që strukturat e forcave të armatosura kishin batalionet mitraliere quheshin, të cilët kishin mision për të ruajtur vijin e kufirit në brendësi të territorit tonë. Pra, çdo shkelje kufiri nga autoritetet serbe do të kishte dhe ju siguroj se ka pasur një kundërveprim dinjitoz të forcave tona të armatosur. Mund të jenë rastet që numërohen me gishtat e njërës dorë që të jetë cënuar kufiri. Pavarësisht nga tendencat e hermbaseshme të formacioneve serbe për të goditur formacionet tona, për të goditur vendet tona të stërvitjes. Mund t'ju them një rast që ne kemi qenë në një stërvitje në brezin kufitar shumë afër kufirit, ku kanë qenë autoritetet kryesore të shtetit, ka qenë presidenti i Republikës, kryetari i Kuvendit, ministri i Mbrojtjes, ministri i Brendshëm, dhe predha e formacioneve ushtarake serbe ka rënë, po themi, gati 200 metrë larg vendit ku bëhej mësimi tregues. Ishte qëllimshme apo aksidentale? Sigurisht ajo ishte ko lufte dhe ne s'mund të themi tani që ajo ishte e rastësishme. Por tendencat e serbëve për ta cënuar kufirin, për t'i goditur formacionet tona ka qenë prezente. A mund provokonte kjo një luftë armatosur ndoshta për të krijuar edhe një bosh të ri Shqipëri-Kosovë kundër Serbisë? Unë ju thash që qëndrimi që kanë mbajtur forcat armatosura dhe autoritetet e shtetit shqiptar në atë periudhë kanë qenë shumë tolerante dhe shumë të kujdesshme për të mos cënuar misionin e forcat armatosura dhe qëllimin e madh i cili do të arrijej më vonë. Pra, çdo ushtarak kishte brenda vetes vet, përveç porosive që jepeshin nga autoritetet superiore, kujdesin që të mos bëhesh shkaktar për të prishur një imazh të tillë. Ishte kjo arsyeja që gjithë autoritetet e botës i kthyen syt nga Kosova dhe më vonë ndodhi ajo që ndodhi, që aleatët më të fuqishëm të botës u ndodhën krah dhe ne e kemi sot Kosovën të lirë. Zotë Luta, kjo pyetje më lindi tashmë natyrshëm. A kishte pjesëtar të forcave tona të armatosura që braktisën forcat tona për t'i bashkuar luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës? Unë di që ka pasur shumë ish ushtarak të forcave të armatosura, jo në kushte aktive, jo në kushte aktive, pra duke qenë aktiv në forcat e armatosura të braktisnin misionin e forcave tona të armatosura dhe t'ju bashkoheshin segmenteve të UÇK-s, por ka pasur plot ushtarak, ish ushtarak të forcave armatosura të cilët janë arrestuar në formacionet e UÇK-s. Kemi madje dëshmor, kemi heronj, kemi pasur djem të rrallë të cilët nuk e bën fare llogari jetën, po morën pjesë në 2 e në 3 luftra, siç është rasti i heroit Tahir Sinani, i cili dha jetën mbasi mbaroi lufta në Kosovë, u hodh në Maqedoni dhe atje ka humbur jetën dhe është sot hero. Me cilat institucione bashkëpunonin ngushësisht aso kohë? Në atë kohë, policia e shtetit, policia kufitare, pushteti vendor, autoritetet e deleguara nga institucionet e gjithë shtetit shqiptar, sepse atje u krijua gati një qeveri, po themi. U krijua një qeveri ku çdo ditë diskutohej çfarë kishte ndodhur dhe çfarë do bëhej. Dhe po themi që kemi filluar situatën e shpërnguljes qytetarëve të popullsisë së Kosovës, cilët erdhën, ishin të papregatitur, u vendosën në përsheshet e qyteteve. Ditët e para në qytetin e Kukësit kanë qenë të tmerrshme. Gjithë ajo hapësirë, nuk e di nëse keni pas rast ta shikoni atë hapësirën e qytetit Kukësit, i cili nuk kishte ku të hidhej një kokër molle, si i thon, sepse njerëzit ishin atje me gra, me fëmijë, gëdhieshin nëpër bordura, nëpër sokake. Kështu që ato që janë momentet e para të vështira, sa u bë organizimi i tërheqjes tyre dhe vendosja pasaj nëpër kampingje, që i kemi quajtur nëpër kampingje në territorin e Shqipërisë, gjithandej në Elbasan, Fier, në Lushnjë, kudo ku pati organizime të tilla. A kishte momente kur siguria rrezikohej seriozisht? Mbasi konflikti u deklarua, sigurisht në çdo moment strukturat
ushtarake, të forcat armatosura, të strukturat tjera të sigurisë, ishin të përgatitur për të përballuar çdo situatë. Unë mendoj që fal kujdesit dhe atij mentaliteti që u thash që ushtarakët e forcave të armatosura ose qoftë edhe po themi kuadrët e tjerë të institucioneve të shtetit shqiptar kishin parasysh që të kontribonin sa më shumë të ishte e mundur në interes të zgjidhjes konfliktit të Kosovës dhe jo të krijonin konflikt më tepër. Kështu që unë mendoj që gjithë kapacitetet njerëzore, logjistike që vajten në dispozicion të atij konflikti, unë mendoj që kanë bërë gjën më të mirë të mundshme. Zotë Ludo, ju e preket paksa, por si u menaxhua fluksi i madh i refugjatëve që vinin ato ditë drejt Shqipërisë nga Kosova? U thash që ajo ka qenë ndoshta momenti më i vështirë, po themi përveç ngjarjeve pasaj sporadike të sulmeve në kufi, të vrasjes ushtarakëve tanë, se na janë vrarë dhe ushtarak në kufi, ose të vrasjes qytetarëve shqiptarë të cilët iknin nga Shqipëria për të bashkuar formacioneve ushtarake të UÇK-s, ato kanë qenë situatat më të vështira, sidomos për administratën shtetërore e cila kishte vajtur në Kukës për të marrë me këtë problem. U angazhuan gjithë kapacitetet e mundshme, si thash, mjete, teknik, kolona të ndryshme. Aty mendoj që edhe struktura që unë drejtoja ka pasur një rol goxha të rëndësishëm, sepse çdo kolonë që lëvizte ishte siguruar dhe shoqëruar nga struktura, nga pjesë të strukturës së policisë ushtarake. Janë vrarë dhe ushtarë shqiptar në kufi? Janë vrarë, gjatë konflikteve janë vrarë ushtarak në kufi. Janë vrarë në Kukës ushtarak, në kufi, janë plagosur, janë gjymtuar për shkak të predhave, të minave që ishin vendosur në kufi. Por sigurisht që janë shumë pak në raport me gjithë atë morin njerëzish që janë vrarë nga forcat serbe në territorin e Kosovës. A keni pasur kontakte me liderët e UÇK-s asaj kohe, me eksponentë të tyre? Po, unë kam pas rastin të takoj ministrin e mbrojtjes së atyre, Azem Sylla quhet. Të cilin e kam takuar në zyrë dhe sigurisht e kam takuar me porosi dhe me autorizim të ministrit mbrojtjes asaj periudhe. Unë kam pasur ministër mbrojtje në atë periudhë dhe vlen ta theksoj, kam pasur profesor Luan Hajdaragën, një personalitet me bon sens shumë të madh, një psikolog i cili gjatë kohës konfliktit në Kosovë tregoi edhe një herë botën edhe të madhe, ishte gjithanshme. Dhe me një autorizim të tij unë kam pasur mundësi të takoj drejtuesin kryesor të UÇK-s, që ishte dhe quhet Azem Sylla. Çfarë ju ka mbetur fort në mendje nga kontaktet që keni pasur me civilet asaj kohe? A flisni për ekstodin? Për të shpërngulurit. Kanë qenë ngjarje tragjike, kanë qenë ngjarje kur ndahesh burri nga gruaja, kur ndahesh nëna nga fëmia. Kemi pasur raste për shkakun se një pjesë njerëzish u transportuan me helikopter, dhe po themi mbushej helikopteri merrte po themi gruan dhe ngelte burri jashtë. Do t'i duhej burrit të pyeste, të interesoj ku ishte vendosur gruaja që të shkonte. Ka qenë një situatë e jashtëzakonshme. Domethënë është një situatë që nuk përshkruhet me fjalë. Domethënë duhet ta jetoje edhe ta shikoje me sy për ta kuptuar se çfarë po ndodhte.